Në rastin e parë gjyqësor për spionazh që kur Kosova e ka shpallur pavarësinë, dy të pandehurit i kanë mohuar akuzat e prokurorisë speciale. Ish doganjeri Bedri Shabani dhe ish polici Muharrem Qerimi, të akuzuar për spionazh në favor të shërbimeve të Serbisë, janë deklaruar të pafajshëm të hënën. Plotësisht jam i pafajshëm. Nuk e pranoj fajësien për veprën penale dhe spionazh. Nuk e pranoj fajësin për veprën penale dhe spionazh. E pranoj fajësin. Gjyqtari Rahman Beqiri vendosi të aprovoj pranimin e fajësisë për mbajtje në pronësi, kontroll apo posedimi pa autorizuar të armëve nga Qerimi dhe ta shpall dënimin për këtë vepër penale me rastin e shpalljes së aktgjykimit për spionazh. Nxjerr këtë vendim, shtyhet shpallja e aktgjykimit për të akuzuar Muharrem Qerimin për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim pa autorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-s deri në përfundim të shkërtimit gjyqësor në këtë çështje penale. Gjyqtari Beqiri udhëzoi të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre për ankesë brenda 15 ditësh lidhur me aktakuzën dhe provat mbi të cilat mbështetet aktakuza. Prokuroria speciale pretendon se Shabani dhe Qerimi mbledhen informata që do t'i shërbenin bijës së Serbisë për ta ndërtuar një narrativ të rrem për një rrjet të trafikimit të organeve nga ushtria çlirimtare e Kosovës gjatë luftës. Qerimi në bazë të aktakuzës i ka dërguar zyrtarit të bijës Srdjan Rosic edhe të dhëna të klasifikuara që lidheshin me veprimtarinë e prokurorisë speciale. E Shabani në bazë të pretendimeve të prokurorisë, përveç Rosicit pati kontakt edhe me një zyrtar tjetër, Bogo Ljubjaničević, që kishte rol udhëheqës në masakrën e Reçakut. Të pandehurit sipas aktakuzës kanë përdorur celularët dhe postën elektronike për të dërguar të dhëna, e po ashtu edhe janë takuar fizikisht me zyrtarët e bijës në territorin e Serbisë. Paragrafi 3 i nenit 124 të kodit penal parasheh që personat që hyjnë në shërbim të huaj të inteligjencës, mbledhin të dhëna apo e ndihmojnë shërbimin e shtetit të huaj në ndonjë mënyrë, dënohen minimalisht me 5 vjet burgim.